Mirëdita të nderuar deputet, të nderuar drejtues të seancës. Pak më parë këtu mbajt një referat në lidhje me pretendimet e një grupi të deputetëve të opozitës, që më vjen mirë që vetë përfaqësuesi që ishte në këtë mikrofon tha që ja respektuar e drejta e tyre procedurale për të paraqitur me një minimum të caktuar deputetësh kërkesën për shkarkimin e kryetarit të kuvendit, dhe kjo e drejtë është respektuar bazuar në procedurë. Do të thotë që çdo e drejtë e opozitës kur do respektohet dhe kur je pjesë e procesit gjithmonë do të respektohet. Këshilli i rregullores, Këshilli i mandateve i legjislacionit e mori në shqyrtim kërkesën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike. E shqyrtoi me shumë seriozitet. Madje u zhvilluan 3 seanca publike ku diskutua, u hulumtua, u paraqitën prova, u debatua nga të gjithë anëtarët e atij këshilli në lidhje me meritën substanciale, siç u tha këtu, të kërkesës së opozitës. Pretendimet qëndronin në 3 drejtime. E para njëherë, pretendimi i parë, pse u ndryshua rregullorja, pse u thrit mbledhja në afate të shkurtra dhe u ndryshua rregullorja gjithmonë për përbërjen e komisioneve parlamentare, pra formimin e komisioneve parlamentare, pa pritur afatin 7 ditor. Pretendimi i dytë është ndërprerja e seancës dhe fjalës së deputetëve të opozitës, dhe pretendimi tretë që nuk u respektua debati parlamentar përpara miratimit të programit qeverisë. Pra ky është thelbi, se e rëndësishme që ta kuptojnë njerëzit. Po marr elementin e parë. Elementi i parë është pabesia, u tha këtu, urgjenca në lidhje me ndryshimin e rregullores. Rregulloria u desh të barazojë me ligjet. Megjithse këtu në këtë sallë ky debat është bërë dhe herë të tjera. Rregulloria nuk është ligj, është shumë e rëndësishme për ne, po ne jemi kuvend sovran. Çfarë do thotë kuvend sovran? Ne bëjmë rregullat tona. Për çfarë ishte thelbi i ndryshimit? Thelbi i ndryshimit ishte do krijoheshin disa komisione të reja dhe kjo ishte deklaruar publikisht. Njoftimi ishte bërë në kohë, ishte diskutuar në konferencën e kryetarëve, të gjitha palët kishin marrë masat për rialokimin e personelit parlamentar, pra secili do zinte vendet e veta në komisione, madje disa filluan të gradoheshin matras dhe shkret normale, nuk ka asgjë të keqe këtu. Do të thotë me vedije kishin pranuar pa bërë ndryshime dhe rregullores përbërjen e re të komisioneve parlamentare. Ky që thelbi. Palët e dinin, asgjë befasishme, kapeshin të 7 ditëshi. Çfarë ka thënë gjykata kushtetuese, që u përmend edhe këtu më parë? Gjykata kushtetuese thotë rregulloria e kuvendit është akt sovran i brendshëm, normativ i kuvendit dhe që e shtrin efektin vetëm brenda anëtarëve të kuvendit, jo jashtë saj salle. Nuk është ligj. Pse ligji? Se ka një arsye, duhet të hyjë dhe interpretimit kushtetues, interpretimit logjik, interpretimit qëllimor. Pse ligji? Po se ligji krijon pasoja për tret të dashur qytetar që na dëgjoni. Prandaj do ligji edhe kur ka raste emergjence apo kur ligji kërkon të miratohet me një shumicë të cilësuar apo me një shpejtësi të caktuar kur e kërkojnë interesat kombëtar, krijon pasoja për të tretët. Është rregull i vendit, ligj i vendit. Do thotë që palët duhet njihen, debati parlamentar duhet jetë i gjallë, sepse palët duhet njihen dhe me pasojat e tyre. Pse jo rregulloria? Sepse rregulloria është një akt i brendshëm ku palët ishin njohur, i kishin pranuar, kishin ndarë vendet e tyre në komision, ishin përgatitur gjithë për të drejtuar komisionet përkatëse, se s'kisha asnjë surprizë. Prandaj nuk barazohet rregulloria me ligjin. Dhe këtë ka thënë dhe gjykata kushtetuese, këtë kam thënë dhe unë në këtë raport dhe u diskutua nga Këshilli i Legjislacionit në mbledhjen që u zhvillua. Pra që pretendimi i parë bie dhe nuk ka asnjë vlerë. Kalojmë tek pretendimi i dytë. Pretendimi i dytë, pse kryeministri provokoi sallën dhe ndërpreu mbledhjen kur paraqiti programin qeveritar. Le të ndalemi këtu. Kushtetuta ka përcaktuar qartë çfarë ka detyrë Këshilli i Ministrave dhe kryetari i Këshillit të Ministrave kur vjen çështja tek paraqitja e programit dhe përbërjes. Çfarë ka detyrë ka? Të paraqesë programin brenda një afati të caktuar 10 ditor, përbërjen e Këshillit të Ministrave dhe kuvendi ka detyrë ta miratojë. Ky është qëllimi i kushtetutës. Në themel ajo mbledhje ka një objektiv: miratimi e programit dhe ekipit qeveritar.
Sepse në fundit për çfarë është parlamenti? Parlamenti është baza që i krijon mundësitë që vendi të qeveriset. Pa qeveri nuk ka qeverisje. Pse ka afate? Ka afate sepse vendi nuk mund të lihet në vakum qeveritar. U provokua se kryeministri foli nëpërmjet ministres Diella. Le ta analizojmë shkurt këtu. Kryeministri përdori fjalën e tij, në fjalën e tij përdori edhe mjete ndihmëse teknologjike. Dikush do të thotë një avatar, i cili nuk është ministër. Pse s'është ministër? Kryeministri në dekretin e presidentit, ta sqaroj këtë. Kryeministri në dekretin e presidentit. Ju lutem, pak qetësi nga salla, ju lutem. Se keni kap të këtë vështrim. Se unë gjithmonë them në gjë interesante, dëgjoni. Kryeministri ka thënë, jam përgjegjës për ngritjen e ministrisë të programit që këtë rast të quaj Diella, mund të quaj Manhattan Project. Pra, kryeministri merr përgjegjësinë e një sektori qeveritar, inteligjenca artificiale. Dhe dekreti presidentit që thot, kryeministri është përgjegjës për ngritjen e Ministrisë Inteligjencë Artificiale. Mund të thoshe Ministria për hapësirën ajrore. Dikur ka pasur kryeministri 2007 në Shqipëria fuqi bërthamore, ngriti një grup pune e drejtonte vetë, nuk ka asgjë të keqe. Do të thotë gjë që kryeministri po paraqiste një element të ri në qeverisjen e vendit, teknologjinë. E bëj nëpërmjet një projektimi që PowerPoint, pra nëpërmjet mjeteve elektronike, formë moderne e komunikimit, kush do të dëgjoj. Çfarë kishte të keq? Çfarë të keqe ka këtu? Pse më unë kam thënë, si ka mundësi ka ta ndiset forca më e madhe opozitive, vjen keqse, vuajmë dhe ne nga kjo. Ka ta ndiset luftë ndaj inteligjencës artificiale, ludizmi modern e kam quajtur. Pengohet zhvillimi teknologjisë, kundërshtohet me çdo formë. Dikur si ato debatet mes dragomanëve dhe në punësit në portën e lartë, a duhet na hyj shtypshkronja apo jo? Se shtypshkronja do na korrodoj civilizimin e asaj kohe, civilizimin islam. Me gjithë respektin që kam, po flas islamin politik të asaj kohe. Do të thotë që këto janë metoda primitive. A keni mundësi ju si opozit, keni shumë mundësi. Edhe unë mund të kem shqetësime nga përdorimi i inteligjencës. Po me drejt mund të kërkoni, zoti kryeministër mund të bëhet pyetje. Kush është përgjegjës për këtë? Kush është ekipi? Çfarë algoritme do përdorni? Kush do të jetë ekipi? Si do të merret përgjegjësia? Çfarë accountability do të ketë? Sa do të jetë buxheti, kosto të tjera si këto? Këto janë pyetjet e natyrshme që duhet ngrejë çdo qytetar dhe çdo opozitar që kërkon llogari mbi programin qeveritar. Nuk e bët këtë. Por kaluat në prishjen e rendit në sallë. Prandaj duhet kaloj te tema tjetër që ngrini pretendimin. Unë ndërpres seanca. Ja thash dhe në këshill, se do mërziten sa do të dëgjojmë përsëri. Po që në themelet e shoqërisë moderne ka pasur një konkurim koncepti. Liria, rendi, liria. Çfarë do të thotë? Rregulli, kaosi. Që në kohën e Thomas Hobbesit, Leviathan, kaosi, liria. Apo qoftë dhe Lokut, apo qoftë edhe Rusojt, kontrata sociale thoshte garantimi i drejtave, po garantimi edhe i marrëdhënies juridike që përfaqëson rendin. Po këtu i stelbim. Nuk mund të shtrosh liri në kaos. Ju doni që me zhurmë të kundërshtoni një gjë që e keni drejt ta kundërshtoni me fjalë. Madje këtu një deputet i Partisë Demokratike, nuk dua t'ja përmend emrin, tha me drejt, por këtu na u pangua fjala, kishte nga ne që nuk donin të binin tavolinës, po donin bënin debat parlamentar. Pra u cënua një pakicë. Dhe ky është garantimi i lirisë, se qëllimi i kuvendit është debati parlamentar, të përçoheni det. Dhe ju për shkak të zhurmës së ngritur e bët të pamundur vazhdimin e seancës. Duke bërë të pamundur vazhdimin e seancës, çfarë ngeli kryetari i kuvendit? Të vinte rregull, bëri thirrje, ndërpreu, negocioi me ju, kërkoi që të shtyhet mbledhja, të rihapet prapë. Përsëri u vazhdua me akte të jo normale të zhvillimit të mbledhjeve. Atëherë, në këtë rast prevalon detyrimi që ka kuvendi të votojë qeverinë.